e parë do të bëjmë përpara se fillojmë në kthes, siç jemi sipër të pozicionuar, duhet të dalim me një gjysmë prapanicë jashtë, sepse në rast se ju nuk dilni dhe thjesht hapni këmbën, nuk ka asnjë lloj bere, thjesht shakordoni motorin. Kështu që do të dilni me gjysmë anë jashtë, këmba në anën e djathtë do të jetë pozicionuar në mes dhe fillon bëhet hapja. Në momentin që bëni hapjen, bryli i krahut të majt, duhet të jetë i hapur në mënyrë që të mbajë peshën e trupit. Dhe pjesa e anës së djathtë do të jetë komplet si e zgjatur. Kalimi bëhet vetëm duke parë pasqyrat që keni në anën e majt. Sa më shumë i afrohesh pasqyrës, aq më mirë do të jetë dhe këndi. Dhe shikimi nuk do të jetë e pasqyra, por do të jetë sa më në cep të kthesës. Pozicionimi do të jetë në këtë forme. Dhe mbasi dilni, hapni gazin, ktheheni në pozicionin që ishit dhe në momentin që shtypni freksionin dhe ndroni marshin, pozicionoheni në sëdilje.